Në zemrën e çdo familje, rrej një fuqi e heshtur, një dritë që nuk shuhet, një dashuri që nuk njeh kufi. Është gruaja, është nëna. Gruaja është themeli i një shtëpie që rrin mbi gurat e dashurisë, durimit dhe përkushtimit. Ajo është bashkëshorte e palëkundur, shoqe besnike dhe bashkëpunëtare në rrugën e jetës. Në një buzëqeshje, ajo i qetëson shqetësimet. Me një përqafim, ajo shëron plagët të padukshme. Me një fjalë të thjeshtë, ajo ndërton botë të reja në zemrat e atyre që i do. Gruaja është ura që lidh shpirtin me shpresën. Ajo që përmes dashurisë krijon paqe dhe përmes sakrificës e ndërton të ardhmen. Në çdo ditë të lodhshme, në çdo natë të gjatë, ajo qëndron. Ajo mban mbi supe ëndrat e familjes së saj dhe me duart e buta i shndron një realitet. Nëna është zemra që rrah për çdo fëmijë, shpirti që lutet pa u lodhur, krahu që mbron edhe kur bota është e ashpër. Ajo mbjell dashuri në çdo fjalë, ajo rrit besim në çdo përqafim, ajo ndërton guxim në çdo hap të vogël, që ndihmon të bëhet i madh. Nëna nuk ndalet kurrë. Ajo fal pa mas, shpreson pa u dorëzuar, dashuron pa kushte. Në duart e saj, fëmijët mësojnë të ndërrojnë, në gjunjët e saj mësojnë të falen, në zemrën e saj mësojnë të jetojnë. Gruaja dhe nëna janë drita që nuk shuhen, janë forca që nuk thyhen. Ato janë bekimi më i çmuar që Zoti ka dhuruar kësaj bote. Në çdo frimarrje të tyre, ato mbjellin jetë. Në çdo dashuri të tyre, ato ngrejnë botë. Nderoni gruan. Respektoni nënën, sepse aty ku ato ndodhen, lullzon dashuria dhe rritet drita jetës. Nëse ky mesazh preku zemrën tënde, na ndihmo duke abonuar në kanalin tonë. Këtu gjen gjithmonë dritë, frymëzim dhe dashuri për shpirtin. Bashkohu me ne në këtë udhtim të bukur. Bëj subscribe dhe shpërndaje dashurinë. Deri në videon tjetër, qëndroni në dritë.